Kur Spaku thërret Sali Berishën dhe mban me arrest shtëpie për ditë e për muaj, dhe më pas, kur sot është i pandehur në GKO për korupcion pasiv të zyrtarëve të lartë, atëre Edi Rama e ndikon Spakun. Por, kur sipas jush, sigurisht që do të flasë për gjitha, po ti ule pak atë zërin se e ke shqetësues në decibel, merret me majorancën, atëre ju bëheni martirët e drejtësisë, bëheni britma dhe klithma e saj. Deputet opozitar, detyra e një opozite është oferta politike e saj, ndryshe nga oferta politike e majorancës. Rotacionin që kaq shumë e doni, nuk mund të bazoni me pathos se këtë do të kap Spaku nga majoranca. Jeni kthyer në një tifozëri sedentare, që i lutet Zotit aman t'i heq Spaku këta që të vim në. Por rotacioni bëhet me votë dhe jo me lutje Eduard Trokitje. Sot buxheti 2026 që prezantohet në këtë sallë është premtimi i mbajtur i ofertës politike të Edi Ramës. Kush është alternativa juaj? Çfarë i ofroni ndryshe shqiptarëve? Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por me demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju për të qenë pranë faraonit Sali, duhet jesh humbës, duhet të mos kesh shtyllë kurizore, duhet të jesh një kamaleont politik i cili ndryshon gjyrë dhe formë. Pika 1 e rregullores për shkelje të përsëritur. Jo, është duke folur, çfarë mundesh, tu nuk është kafene. Zoti Sheaj, nëse do të vazhdoni të prishni seancën, do të vijojmë me masat disiplinore, sipas rregullores. Zoti Sheaj, uluni. Keni marrë 2 masa, ju lutem, nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë që është heqja e të drejtës së fjalës për ditën e sotme. Nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë. Zonja Balluku. Faleminderit. Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju, për të qenë pranë faraonit Sali, duhet të mos kesh formë, shtyllë kurizore, të jesh një kamaleon që ndryshon madje qëndrim politik edhe brenda 24 orëve. Është normale ndoshta për llojin tuaj që të bëni këtë lloj opozite, që për të thënë të drejtën nuk është se nuk na vjen për shtat. Por, jo. Edhe ne do të dëshironim një opozitë më të mirë, një opozitë serioze, një opozitë që nuk e ka luftën personale me askënd, por e ka luftën ideologjike. Ja që nuk e kemi këtë mundësi, dhe unë personalisht e kam shumë të qartë pse jam në një sulm personal që nuk më ka nisur as sot, as ditën që shkova në SPAK, por ka kohë që më ka nisur. Pasi ju nuk e falni as suksesin politik, edhe as njeriu që punon. Madje, ju nuk i falni ata që dallojnë as brenda radhëve tuaja, pa përjashtuar askënd nga ky krah. Ju nuk falni 8 humbje në 12 vitet e fundit. Dhe ju, përmes sulmeve personale ndaj secilit prej ne, padyshim mbuloni dështimin tuaj.